të flasim për Trepçën dhe skuadrën e Vushtrisë. Ky është rasti zoti Kasumi. Për Trepçë. Është akorduar penallti për skuadrën e Dritës. Nuk ka lidhje me penallti. Nuk ka lidhje me penallti. Kontroll. E kotet në ku. Me kësi edhe herë të lutna? Që tash rikthehet Unë e për këshira këto veç... Ka godit. Ka këtë... Qara. Ngu. Po Ka kontakt në kamën e majtë. Po. Edhe për ngu. e ndroj mendimin. Jo, nuk e bashkë unë e bashkë kështu e këshira. Momenti që... Jo, shikoj, kama për shama është kontakti edhe normal në mrena 16 metrit edhe leferohet penalti. Do thot vendim i drejti i gjyqtarit. Kryesor. Okej? Më falë se Gutas nuk e pash për shama, veç e pash shkoj dyqysh si simulim. Si simulim, Si simulim, do? Që pjesa tjetër... Është kontakti, shihet, shumë qartë shihet që kama e lojtarit është në gjunin e lojtarit të Dritës. Do të thot akuzat dhe kritikat e Tadinit Batatina nuk pas kanë qenë të drejta në drejtim të gjyqtarëve. Nuk pas kanë qenë, o pas kanë qenë? Nuk pas kanë qenë. Jo, shifet penalti që është kontakti direkt në lojtarë.